Se tashi po takohemi, nuk kemi takuar. Po si e Ali? Unë më fal. I njoha më pas edhe babajn, i njoha më pas dhe vllajin, ne kemi ishin vërtet një familje e mrekullueshme, ajo që më bëri përshtypje nga dy Ali. Plus, se nuk do të bëjmë pozin, sepse unë ajo që vlerësoj tek ty edhe ke vëllezër të tjerë, me fjalë o xhallar, është modestia dhe unë nuk do të bëj siklet. Por më pëlqeu dhe stili ligjërimit. Ishte shumë i kapshëm, shumë i këndshëm, shumë i thjeshtë dhe e merri me vete, nuk e lija aty ku e dëgjoje. Zot bekot, Zot bekot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojmë. Salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërguar. Ermit pizdoj që në siklet të nvesh, po më vonë në siklet, Allah shpërblet. Para se të nisem këtu në nëbin, hoxha e nisë po më thotë, Allah e rujt, sa bukur të Shqipëris din t'i rëndisin fjallë. Edhe ashtu është. Allahu Gjellu Ala na ka bërë nga vendet ndryshme në aspektet të rajoneve, me gjithat jemi vlezër, dhe shqyqir që e kemi një njeri mesin tonë si kurse është Ermiri. Lusë Allahun që Allahu ta jërë sinceritet dhe negativ. Po ka një problem të kesh moderator si kurse është Ermiri. Ajo se duhet të folish pas ati. E mos miri neve të tovarve do të na ishte të flasin të tovarqe, që ta barazojmë dialektin e Ermirit në tonin e të ketë një balans. Me gjithat, ma merë mendja ata cilët janë jashtë të tovës, ju është dasht për këthyjes për nga kuptu neve të tovarve. Vlezër, të nderuar, sonte, për para jush nuk du të flasë me ton qërtimi, e as me ton të një këshilluesi i cili i kalon një fazë, ndërsa pala tjetër ndoshta mundohet dhe s'mund të i kaloj këtë fazë, po du të flasë për ju për një fakt, të cilin e ka cekur i dërguari Allahu te alaihi salatu wassalam. Fakt ky i cili është përmend në librin e Allahut dhe në shumë hadithe të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo është se ne si njerëz kemi ardhur në këtë dynja të lirë dhe të pastër. Ti ke ardhur në këtë dynja i pastër. Nuk ke ardhur i korruptuar dhe i prishur. Dhe një ditë prej ditëve i dërguari Allahu te alaihi salatu wasallam duke qenë ndeje me shokët e tij, po ua kujton sahabeve këtë fakt. I përkujton ata sikur se përkujtojmë në njëri tjetrin, nga se kjo është porosi prej Allahu xhallahu ala. Allahu i thot të dërguarit të tij që t'i përkujtoj besimtarët, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, nga se përkujtimi ju bën dobi atyre që janë besimtarë. E lusë Allahun që këto fjallë fillimisht bëjnë dobi për mua, t'jenë dobishme për mua, më pas t'jenë dobishme për ju. Në këtë ndejet pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam, ai po a tregon këtë fakt. Kullu mauludin yuledu ala al-fitra, që çdo foshnjë që vjen në këtë dynja, që çdo foshnjë që lind në fitra. E i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam po e tregon një koncept islam të pastër, i cili është krejtësisht në kundërshtim me atë me të cilën ne jemi mësuar. Në sistemet tona arsimore, në narrativin e darwinizmit, ne jemi të mësuar që njeriu ka ardhur në këtë dynja primitiv, i prapambetur. Më shumë i ngjan kafshës se sa që i ngjan njeriu të cilin ne sot e njohim. Ndërsa koncepti islam mbi njeriu është krejtësisht i kundërt. Kullu mauludin yuledu ala al-fitra. Tha i dërguari Allahu te alaihi salatu wasallam, që çdo foshnjë lind në fitra. Dhe kjo fitra, vëllezër, është një fuqi të cilën Allahu e ka vendosur brenda njeriu, përmes së cilës fuqi njeriu në veçlinë e tij ka mundësi të ndajë të vërtetën nga pa e vërteta, të mirën nga e keqja, gënjeshtrën nga saktësia. Ka mundësi të kuptojë çfarë është e dashur tek ai i cili e ka krijuar dhe çfarë nuk është e dashur.
Dhe I dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam po dëshiron neve vëllezër na jep një bot kuptim të qartë. Nuk është vetëm këshill, nuk është vetëm përkujtim përmes së cilit ne marrim tash mësim, përfitojmë diçka dhe shkojmë. Jo, është përkufizim I natyrës njerëzore, natyrës time dhe tëndes. Kullu mauludi, çdo foshnjë, pa marrë parasysh ku ka lind, prej kuj ka lind, në cilën kohë ka lind, në çfarë kulture ka ardhur kjo fëmijë, kjo foshnjë është e pastër, është e lirë. Allahu kështu e ka krijuar. E kjo pastërti, ky koncept nuk është produkt shoqëror tek ne vëllezër. Është krijesë hyjnore. Allahu kështu e ka sjellë në këtë dynja. Merre për shembull një fëmijë të vogël. Fëmijë I cili ka 1 vjet e gjysmë e 2. Ky fëmijë në brendësinë e tij anon ka hajmira. Po që se bot një padrejtësi në prezencë të tij, shqetësohet. Nga se është në kundërshtim me natyrshmërinë e tij të pastër. Është në kundërshtim me atë që Allahu e ka vendosur tek ai. Ky fëmijë shqetësohet me çdo gjë që e kundërshton këtë natyrshmëri. Nuk di të tradhtoj, nuk di të kurdis plane për keq, nuk di të mashtroj. Është e pastër siç e ka krijuar Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe këtë pastërti vëllezër sot ne jemi këtu t'ja rikujtojmë njëri tjetrit, që unë edhe ti një ditë prej ditëve kemi qenë të tillë. Nuk kemi ditë planifikojmë keq, nuk kemi ditë të mashtrojmë, nuk kemi ditë të tradhtojmë, nuk kemi ditë të flasim keq për dikën pas shpinë. Kemi qenë të pastër si ditën që na ka krijuar Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe këtë gjë Allahu xhelle wa ala e konfirmon në librin e tij. Në vende të ndryshme, por se në një ajet prej ajeteve të librit të Allahut, Allahu xhelle xhelaluhu e nxjerr në rëndësinë e kësaj pastërtie dhe kësaj natyrshmërie që quhet fitra. Tha Allahu: "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Dhe ktheje fytyrën tënde me përkushtim ka feja e drejtë. Cila fe? Kjo pastërti me cilën Allahu ka krijuar, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha. Fitra e Allahut me cilën Allahu I krijoi njerëzit. Allahu nuk e quajti këtë fitre, këtë natyrshmëri e njerëzve, po janë veshi këtë natyrshmëri vetes së tij, nga se është prej krijimit të Allahut. Allahu tha fitrat Allah. Kjo është natyrshmëria e pastër me cilën Allahu krijoi njerëzit. Andaj ne vëllezër, duhet ja përkujtojmë shpesh vetes tonë që ne në esencë nuk kemi të korruptuar, që ne në esencë nuk kemi të prishur, po esenca jonë dhe ardhja jonë në këtë dynja është në formën më të mirë të pastërtisë. Njeriu nuk është krijuar si problem. Njeriu është krijuar si amanet I cili duhet ruhet. Andaj Islami kur e fillon historinë e njeriut në këtë dynja, që nga njeriu I parë I cili ka zbritur këtë dynja, e fillon historinë me pastërti, me dëlirësi, nuk e fillon këtë historinë me prapambeturi dhe primivitet. Për këtë çka vëllezër? Ky hadith I pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam me pjesën e parë të tij, 2-3 fjali, po na tregon esencën tonë. Megjithatë, hadithi I pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ndalet këtu. Dhe kjo është realiteti I hidhur me cilën ne duhet ballafaqohemi. Hadithi vazhdon. E pejgamberi Allahu alaihi salatu wasalam po I mëson këto sahabë. Dhe po ju thot atyre që çdo kush prej nesh ka lindur në pastërti të shpirtit dhe zemrës. Megjithatë, thumma abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Më pas prindët e tij e bëjnë hebrej, të krishterë, ose e bëjnë me gjusi, do me thënë zjarë putis. E pejgamberi Allahu alaihi salatu wassalam po tregon tash një gjë. Ajo se pastërtia me cilën ka lindur njeriu nuk është garanci automatike se ai do të qëndron në këtë pastërti. Por se tregon se njeriu si krijesë është krijesë e cila ndikohet. Njeriu si krijesë ka mundësi që të ndryshon për një periudhë kohore të gjatë. Andaj tha thumme ebewah, më pas prindët e tij. Kështu që hadithi nxjerr në pa rëndësinë e rrethit në të cilin ti jeton. Megjithatë në hadith janë përmet 2 personat më të afërt me ne. Ata janë prindët tanë, baba dhe nana.
Më pas prindët e tij e bëjnë hebrej, të krishterë, edhe me gjusi fe, të cilët kanë me miliona dhe miliarda pasurës. Megjithatë, sikur hadithi po na thot që këto 3 fe nuk janë përputhshmëri me natyrshmërinë e pastërt njeriu. Andaj tha që çdo foshnjë lind në natyrshmëri, por ama dikush e nxjerr fëmijën nga kjo natyrshmëri në diçka e cila është në kundërshtim me këtë gjë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po na tregon këtë gjë se njeriu është si tokë pjellore. Çfarë të mbjellin në të do të bie. Andaj në këtë tokë pjellore të cilën Allahu e ka krijuar, ne mund të mbjellim fara dobiprurse, frytet e së cilave janë të shijshme dhe të mira dhe shumë dobishme për njeriu. Ose pa, tokën mund ta lëm anësh, ta neglizhojmë, ta lëm pas shpinës dhe të bie i të çmos, gjëra të cilat na duhen dhe s'na duhen. Ndërsa skenari më i keq është që të mbjellim to fara, të cilat janë dëmshme për tokën, janë dëmshme për njeriu, janë të dëmshme në çdo aspekt. Kështu është njeriu. Ka mundësi të ndryshojë. Andaj thonë që fitreja nuk është garanci që ai të mbetet këtë rrugë përgjithmonë, i pastër i lirë si ditën me të cilën ka ardhur në këtë dynja. Ajo që është interesante se njeriu si krijesë nuk zgjohet një ditë prej ditëve dhe ti thot vetes së tij nga kjo ditë un kam vendosur që të devijoj plotësisht. Devijimi dhe lajfitja e njeriu nga kjo pastërti vjen në mënyrë graduale. Andaj dhe fëmia i cili rritet me një familje nuk bëhet për një ditë si çdo prindët. Prindët investojnë tek ai mund dhe kohë dhe sakrificë madhe, pa marrë parasysh çfarë dëshirojnë të bëjnë. Nëse ne duam që fëmijët tonë të jenë musliman të mirëfill, dobishëm për veten e tyre, për familjet e tyre, për popullin e tyre, duhet me dhënë shumë mund, njëkohësisht edhe tjerët. Nëse duan që fëmijët e tyre të jenë në fetë e tyre, ata japin mund dhe sakrificë. Kështu që tregon që procesi i edukimit të fëmijës nuk është proces i lehtë. Megjithatë, ka mundësi që të lajfit njeriu nga pastërtia në lajfitje dhe humbje. Njëjtë sikur se një njeri vëllezër, i cili e ka lënë një namaz dhe shqetësohet kur një ditë e la një namaz, iki një namaz u kry puna. Dhe ndjen shqetësim, pishmallëk, lufton me veten, por ama ndodhin 2-3 ditë dhe 5 ditë i ikën 1 dhe 2 namaze. Gjithashtu ndjen kë shqetësim, por me kohë fillon të ik namazi në përditshmërinë e tij saqë ikja namazit ose mosfalja e namazit bëhet pjesë e rutinës së tij dhe më asgjë nuk e shqetëson. Ose ai i cili flet fjalë të ndyta, ka jetuar në rreth ku njerëzit kanë kultivuar gjuhë të pastër, nivel të lartë komunikimi. Dhe kur ka dëgjuar se dikush fyen dhe shan, është prek, është shqetësu, është sikletu. Por ama me kohë të gjatë dhe qëndrimin me këta njerëz, ka filluar edhe ati të normalizohet kur ata shanë. Derisa një ditë prej ditëve dhe ai shan dhe fyen. Dhe u shqetësu herën e parë. Dhe dytën dhe tretën, por me kalimin e ditëve, filloi qesharja dhe fyerja të bëhet pjesë, të cilët ne tetovash që i themi tabiatit të tij, pjesë e natyrës së tij, saqë më nuk është shqetëson. Për këtë shkak dietar kanë dhënë një rregull madhështore. Gjunahi më i rrezikshëm nuk është gjunahi që shqetëson. Ke shku e ke bën një gjunah dhe pasi e ke kry, ndjehesh në siklet, nuk je rahat. Ky nuk është gjunahi më i rrezikshëm. Gjunahi më i rrezikshëm është ai të cilin ti e bën dhe del prej tij dhe nuk ndjen asnjë keqardhje. Ky është gjunahi më i rrezikshëm. E dini pse? Se është bë pjesë e tabiatit të këtij njeriu. Shkrit kjo punë. Ai më nuk është në gjendje që natyrshmëria e tij e pastër të shqetësohet. Ti thotë njeri mos e bën më këtë. Ke dal nga vetja yte, i e bë diçka tjetër. Ai është bë diçka tjetër, andaj ka pranuar këtë me cilën Allahu nuk e ka krijuar. Dhe njeriu duhet të ketë kujdes nga këto gjunahe vëllezër, të cilët nuk e shqetësojnë vin edhe shkojnë. Por ama këto gjunahe të cilat ne i bëjmë për dishmërinë tonë, duhet të kemi parasysh një gjë. Ajo është se këto gjunahe kanë pasoja në jetën tonë. Pasoja në këtë dynja edhe në ahiret. Pasoja e parë është se ti je larguar nga esenca jote me cilën Allahu të ka krijuar. Allahu përpara se të sjellë në këtë dynja,
50.000 vite, i mlodhi gjithë njerëzit, shpirtrat e tyre, dhe e mori dëshminë e tyre kundër tyre. Asnjëri prej nesh nuk e mba këtë gjë mend. Megjithatë Allahu e ka përmend në librin e tij. Allahu tha që ai mori dëshminë e tyre kundër vetes së tyre, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu të gjithë ne vëllezër, të gjithë ne pa përjashtim. Qalu bela, than po si o Allah, ti je Zoti juaj. Andaj ardhja yte në këtë dynja ka ardhë me këtë dëshmi. O Allah, unë pranoj njëshmërinë tënde. Dhe unë pranoj se ti je Zoti im krijues. Andaj dalja yte nga kjo natyrshmëri më do mos ketë pasoja. Pasoja në këtë dynja dhe pasoja tjera në ahiret. Për këtë shkak, merre shembull njeriu modern, e ky jam unë edhe ti sot. Në rrethin tonë mos shoh shumë lart. Ne jetojmë në një nivel të luksit, të bollokut, të rahatisë në thojza, që ndoshta baballar dhe nana dhe gjyshit po nuk i kanë pas. Sot nuk ka njeri modern ose janë pakic, lusë Allahun që Allah t'u lehtëson, të ankohen për të ardhurat e tyre në aspekt të ushqimit. Kam skamje dhe s'kam të hadhe të fik, ka janë pakic zlezër. Dhe lusë Allahun që Allah t'u lehtëson gjendje. Megjithatë, shumica jonë kanë arrit deregjen e suksesit që konsiderohet sukses tek njerëzit tjerë. Por ama në brendësinë e tyre nuk kanë asnjë element të asaj që quhet rehati. Shumica prej ne shkojnë pushime nga lodhja dhe dinamika e jetës dhe raskapitja mentale dhe fizike dhe kalojnë 10 ditë dhe 2 javë në pushime dhe nuk janë çlodh nga kjo lodhje e madhe. Shumica prej nesh qëndrojnë shoqëri me shumë njerëz për rreth. Megjithatë në këtë kallaballëk të njerëzve ai ndjehet i vetmuar. Shumica prej nesh kalojnë faza ku ai ndjen siklet në brendësinë e tij, ankth të pashpjeguar dhe nuk di të thosë pse e ka këtë gjë. Pyetë pse e ke këtë gjë, nuk e di. Unë po ta kallzoj Allah. E ka këtë gjë se ka dalë nga natyrshmëria e tij me cilën Allahu e ka krijuar. Tha Allahu Jelle Jalalu, wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. Dhe kush ja kthen shpinën dhikrit tim, e këtë dhikr kuptoje si duash, kuptoje si feja Allahut, kuptoje si përmendja Allahut, ose kuptoje si fitreja natyrshmëria me cilën Allahut ka krijuar. Kush ja kthen shpinën dhikrit tim, ky njeri do të ketë jetë ngushtë. Jo se ai nuk ka bollëk në tokë dhe në sipërfaqe në këtë dynja. Me gjithë këtë gjerësi të tokës, ati jeta i duket e ngushtë. Me gjithë këto gjëra të rahatshme në jetën tonë, ati jeta i duket e vështirë. Me gjithë këtë bollëk në aspekt material, ati jeta i duket si me jetu në fukarallëk. Allahu thot, kush largohet dhe kthen shpinën dhikrit tim, ai do të shijon këtë ngushtësi, këtë siklet, këtë shpirt ngushtësi prej së cilës mund të largohet. Dhe kjo është pasojë në këtë dynja, po për ahiret. Për ahiret kjo është më e rëndë vëllezër. Dynjaja kalon. Por Allahu thot: "Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Tha dhe ne në ditën e gjykimit do të ringjallin dverbër, qorë. Tha o Zoti im, pse më ringjallet dverbër ndërsa unë në dynja kisha sy? Tha Allah, kedhalika atatka ayatuna fanasitaha. Kështu ty të erdhën argumentet e qarta tonë. Njeriu t'i vinë argumente nga Allahu, nga dita që ka ardhur në këtë dynja, dhe prej argumenteve për njëshmërinë e Allahut, është kjo pastërti me cilën Allah na ka krijuar. Kështu ty të erdhën argumentet e Allahut dhe ti i la e pas shkime, dhe ti i la e pas dore, dhe kështu në këtë ditë ne të lanë ty. Allahu na ruaj. Kjo është pasojë më e madhe. Nuk është pasojë e sikletit kësaj dynjaje, dhe nuk krahasohet me atë të cilën ne mund ta përjetojmë në ahiret, po që se jemi në këtë gjendje. Në këtë dynja shikoj gjendjen tonë. Sot kemi agjeruar lut Allahun që Allah na pranoj. Plot prej nesh
ditët e para të Ramazanit, kokëdhindja, problemi për ushqim, megjithatë momentet e para që bëjnë iftar, këtë lodhje të disa orëve për 3 minuta e të i kaloj. Kaq, u kryi sikleti i kësaj dynja. Po sikleti i ahiretit nuk është i tillë. Sikleti i ahiretit është krejtësisht diçka tjetër. E lusë Allahun që të mos na vendon në situata cikletshme në ahiret. E i dërguari Allahu alayhi salatu wasallam vëllezër u gjet në situatë të ngjashme të devijimit të njerëzve nga natyrshmëria e tyre. Madje ky është kulminacioni i devijimit të njerëzimit, flas për kohën kur u dërgua i dërguari Allahu alayhi salatu wasallam. Diku para 1460 viteve, muajin e Ramazanit. Kur njerëzimi arriti kulminacionin e devijimit nga natyrshmëria e tyre, doli një njeri në një qytet shkretinor. E ky ishte pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. E pa se njerëzit janë largu krejtësisht nga vetja e tyre. Kështu që filloi të izolohet dhe të mediton për gjendjen e njerëzve. Saqë një ditë prej ditëve, në një ditë Ramazani, Allahu do t'i dërgoj atij Xhibrilin alayhis salam, dhe me këtë dërgesë ky njeri do të bëhet pejgamber. Ai është Muhamedi alayhi salatu wasallam. Thirrja e tij në fillim do të jetë ngacmimi i natyrshmërisë, fitrës, që kishte mbetur pak tek njerëzit. Të ngacmoj atë e cila është mbuluar diku brenda zemrave dhe shpirtrave të këtyre njerëzve. Dhe kjo thirrje do të kulminoj me një thënie madhështore në librin e Allahut. Ajet kaq i shkurt, i cili simbolizon ose përmbledh në vete thirrjen e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu po i thot pejgamberit të tij në surën Ad-Dhariyat, pasi që shpjegoi devijimin e popullit të tij dhe largimin e tyre nga natyra e tyre, pasi që shpjegoi devijimin e popujve të mëhershëm dhe qëndrimin e gabuar të tyre karshi pejgamberëve, Allahu po i thot pejgamberit Allahut o Muhammed alayhi salatu wasalam, thoju këtyre njerëzve, fefirru ila Allah, ikni drejt Allahu xhella xhelaluhu. Fefirru ila Allah, ik. Dhe ikja nuk bëhet, kanë thënë dietarët e firaru, nuk bëhet vetëm se nga një situatë në të cilën ti je i rrezikuar. Andaj sikur vjen i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam dhe po i thot njerëzimit fefirru ila Allah, ikni drejt Allahu xhella xhelaluhu. Me fjalë tjera, ikni drejt Allahut dhe strehonu tek Allahu, sepse kjo është pjesë e natyrshmërisë tuaj. Ju keni ardhur në këtë dynja në strehim të Allahu xhella wala. Por ama ka ndikuar rrethi ashtu siç ka ndikuar që ju të devijoni nga ky strehim dhe të kërkoni strehim tek dikush tjetër. Erdhi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Stimuloi dhe ngacmoi fitrën e Qurayshve dhe krejtësisht në fund po ju thot atyre fefirru ila Allah, ikni drejt Allahu xhella xhelaluhu, nga se ju jeni të rrezikuar. Keni rrezikuar dynjan dhe keni rrezikuar ahiretin tuaj. Vëllezër, kjo thënie Allahu xhella xhelaluhu na tregon rrezikun se njeriu dal ngadal mund të jetë në situatë ku ai mund të rrezikojë dynjan edhe ahiretin. Mirë po, siguria është me Allahun dhe tek Allah. E nuk ka kohë më të mirë për ikje se sa koha në të cilën gjendemi ne. Allahu na ka begatuar dhe na ka mundësuar që ta jetojmë edhe një Ramazan. Lusë Allahun që na lecon agjerimin, na lecon ibadetet dhe të na bën në fund të Ramazanit prej atyre të cilët Allahu ka pranuar adhurimin. Tha Allahu xhella xhelaluhu, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Tha Allahu, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allahu zbriti Kur'anin. Dhe ne treguam që diku para 1460 viteve filloi zbritja e Kur'anit tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Edhe pse zbritja këtu përfshin dy lloje të zbritjes. Zbritjen e Kur'anit nga Lauhul Mahfudh në qiellin e dynjas dhe më pas zbritjen e 5 ajeteve të para, të cilat i asolli Xhibrili alayhis salam pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. E Allahu na thot që ikja për gjatë Ramazanit bëhet me Kur'anin.
dhe se udhëzimi nuk gjendet për këtë ikje vetëm se në Kur'an. Andaj Allahu e cilëson Kur'ani dhe thot: Ramazani është muaj, nuk ka thënë muaj në cilin agjeroni, kjo do të vjen më vonë. Por ama pasi që i dërguari Allahu alayhi salatu wasallam, siç ka transmetuar Ibn Ishaku dhe të tjerët, ishte i agjerueshëm në kohën kur i zbriti Xhibrili alayhi salam, Allahu xhalla xjalaluhu urdhëroi që ky muaj të jetë muaj agjerimit. Pse? Për shkak të afërsisë së njeriu me natyrshmërinë e tij. Nga se njeriu kur agjeron, larg tij qëndrojnë epshet. Nga se njeriu kur agjeron nuk e ka këtë energji negative të cilën e ka në përditshmërinë e tij. Dhe kjo e afron atë tek natyra me cilën është krijuar. Andaj Allahu obligoi agjerimin në këtë muaj. Por ama ikja drejt Allahut dhe kthimi ka vetja jon, nuk ka kohë më të mirë që mund të bëhet se sa në këtë muaj. Dhe bëhet përmes Kur'anit. Alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda, i cili është udhërrëfyes për njerëzit dhe qartësues i udhëzimit, wal furqan, dhe libri i Allahut është Furqan, përmes së cilit ne dallojmë të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e kota. Dhe këtë dallim nuk mund ta bëj askush përpos atij i cili udhëzimin e tij e lyp në librin e Allahut xhalla xjalaluh. Vëllezër, ky Allah i cili na ka prunë këtë dynja, nuk na e ka pru Ramazani se ne jemi të gatshëm për Ramazan. Me marr tash me bën një intervistë dhe me i pyet vëllezërit dhe motrat tona, kush prej jush është përgatitur siç duhet për Ramazan? Rrallë dikush do të thotë unë jam përgatitur siç duhet. Krejtëve na ka kapur në flagrancë. Sikur me qenë diçka të cilën nuk e kena prit. Edhe pse e dim se do të vjen. Nuk ka ardhur Ramazani se ne jemi të gatshëm, po ka ardhur Ramazani se ne kemi nevojë për reflektim. Nuk ka ardhur Ramazani se ne jemi ata trima që meritojnë Ramazanin, po ka ardhur Ramazani të na ndal nga kjo dinamik e jetës dhe të na bëj të kthehemi në veten tonë. Ndoshta sonte nuk kemi nevojë për shumë përgjigje. Ndoshta kemi nevojë për pak sinqeritet dhe korrektësi me veten tonë. Sinqeritet për të pranuar se diçka brenda nesh kërkon rikthim. Pyetja e cila duhet parashtruar nuk është a ndryshon dynjaja, sepse dynjaja vazhdimisht ndryshon. Pyetja e cila duhet parashtruar është a kam ndryshuar unë nga dita që kam ardhur në këtë dynja dhe a kam guxim të mjaftueshëm që të rikthehem në atë natyrshmëri me cilën Allahu xhallahu ala më ka krijuar. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.